30 vjet I priju xhamatit në këtë xhami. E këtë shërbim në faltorën Hasanbeg, e njohur si 4 lullat në Prishtinë, Hoxha Husamedin Abazi nuk po mund ta kryej përkohësisht, shkaku I renovimeve gati 1 vjeçare. Ky tash del këtu, veç të inspektoj her pas here punimet. Wa kujto, selam aleikum. A je shushia? A jeni lodh? Qysh po shka puna? Mashallah, mirë, mashallah, kube të kryt të qartë voglat. Tash po mbesin veç edhe e madhe ka dole. Krahas kupolave që po meremetohen dhe do të marrin pamje tjetër, këtu do të eliminohen edhe të lashe tjera. Kjo xhami ka pas mangësi bukur të mëdha, sidomos kur fjala e aspektit të nxemjes, aspektit të kupolave, edhe lagështisë që kanë ndodhur në këtë xhami për shkak të mos izolimit, të duhur. Tani në këtë rast I premtojmë xhamatit se vërtet këto probleme do t'i harrojmë. Punët do të bytisen për Kurban Bajram, diçka që Imami Abazi me padurim po e mirëpret. Më mungon edhe xhamati, po edhe xhamia, edhe ato kënaqësi që vërtet përjetojnë, sidomos në Ramazan. Këtë mall, këti, po ja shuajnë sa do pak dyert që kanë hapur për të hoxhallar të tjerë. Po dalë vazhdimisht në xhamate të ndryshme, po ligjëroj në xhami të ndryshme. Dje isha në Dreniz, isha në klinë të poshtme, pra u kënaqa vërtet. Shënjestër.net